Nata përmbyllëse e festivalit të filmit të shkurtër 9/11, i cili i dedikohet viktimave të 11 shtatorit të sulmeve terroriste në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përfundoi me ceremoninë e ndarjes së çmimeve. Gjatë kësaj mbrëmje, filmi My City Screams i regjisorit nga Kumanova Ibër Deari u shpall filmi më i mirë i festivalit. Ky film përpas çmimit kryesor fitoi edhe në kategoritë regjia më e mirë dhe montazhi më i mirë. Këtë festival nxjerra çmim, për shkak se kam luftuar për këtë film, që ta sjell një film diçka shumë ekstra për këtë festival, për shkak se e kam ditë se këto meritohet mos sjell një film i tillë. Funksionojmë që 5 vite gati, kështu në mënyrë panvarur. Tash kemi kriju kushte dhe punojmë edhe me projekte që na mbështetin edhe ministritë, do thënë Republikën e Maqedonisë, kemi bën një CV në Beograd duke rrëmby deri tani, domethënë brenda 2 viteve i 15 çmim është që si produksion edhe si ekip. Dramaturgu, njëherësh antari i jurisë së festivalit 9/11, Haqif Mulliqi, tha se temat sociale në edicionin e si vjet më e kanë stimuluar kreativitetin e filmbërësve pjesëmarrës. Ajo që është e veçantë për mua në esencë është se kishte prurje tematike në këtë edicion të këtij festivali, kishte tema të ndryshme të cilat realisht u krijuan dhe ja dolën, domethënë që të zhbirojnë në vetdijen tonë, do thosha më shumë sociale dhe ekonomike sesa në mbamendjen tonë, ta them, historike dhe kulturore. Kategori shumë e rëndësishme për artist e që prezantimin e bëri dramaturgu Mulliqi ishte çmimi për skenarin më të mirë. Në këtë kategori fitoi regjisori i ri Guxim Klinaku për skenarin e filmit Loren. Ky çmim për mua do të thotë shumë se unë edhe mendoj që skenari është një ndër bazamentet kryesore të filmit, kështu që nëse në skenar jam tu ecë mirë, atëherë s'ka na fort keq. Për rëndësinë e festivalit 9/11, për dedikimin që ai ka, si dhe për kontributin e artistëve kosovar për këtë festival, foli ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Tracy Ann Jacobson. In terms of the film festival, I think it's wonderful. Sa i përket festivalit, Kosova ka një komunitet të mirë artistik, komunitet që krijon dhe nuk rri. Ky është një festival i filmit i cili e markon shoqërinë e 2 shteteve dhe mendoj se është mënyrë mrekullueshme ta kujtojmë këtë ditë dhe të punojmë për një të ardhme më të mirë. Çmimin aktori më i mirë i festivalit e fitoi Sunaj Raqa për rolin në filmin Loren. Çmimin aktoreja më e mirë e fitoi Naime Azi, kurse për fotografinë më të mirë u shpërblye francezi Bukar Benzabat për filmin Pandora. Pas ceremonisë së ndarjes së çmimeve në sheshin 21, mysafirët u dofryen me muzikë të Yll Limanit dhe DJ Robit.